Kjo është një pasaport që ngjan shumë me atë që çdo shqiptar do të ketë në dorë. Në 2013 premtoi ujë 24 orë. Nuk e solli. Në 2017 premtoi prap ujë. Në 2021 gjeni pak çfarë premtoi? Tani në 2025 premton pasaportë europiane. Do me thënë, premton prap ujë, por në Stockholm. Ai të jep pasaportën, i klau atje. Puna është se kryeministri ynë po premton një gjë që nuk e ka. Ai s'mund të jap pasaporta BE-je sepse asnjë lider në Ballkan nuk e ka atë superfuqi. Vetë europianët e kanë thënë qartë. Ky objektiv s'arrihet brenda një mandati dhe nuk është i lidhur me një parti. Atëherë, pse po na shet përsëri ëndra me çmim fushate? Le të themi për një sekond që mrekullia ndodh. Shqipëria e merr pasaportën e BE. E dini çfarë ndodh më pas? Ne prap do të jemi duke pastruar aeroportet e Europës, vetëm se këtë herë me pasaportë europiane në xhep, sepse europian nuk të bën pasaporta. 700.000 shqiptar kanë ikur për të marrë atë pasaport vet, me djers, me sakrifica dhe shpesh me lot. Janë larguar sepse këtu s'pan as shpresë, as normalitet dhe as dignitet. Dhe tani, njeriu që nuk mund t'i ndalonte, pretendon se mund t'ua jap me ofertë për fushat. Dhe kjo s'është më politik, kjo është marketing. Premton si ata influencerat që të shesin jetën e bukur në Dubai, ndërkohë që s'kan para për të blerë biletën. Pasaporta europiane është cinizmi më i madh që është dëgjuar në fushat që prej 90-s. Në vend që të na sjell Europën këtu, ai po na premton biletën për të ikur. Premtimi nuk është më Rama të fut në BE, është Rama të nxjerr jashtë Shqipërisë. Nuk na integroj dot, ndaj na eksporton. Llogaria që bën kryeministri është e thjeshtë. Ai beson se shqiptarët s'ka nevojë për ujë, nuk ka nevojë për shëndetësi, siguri jete apo institucione. Ai kujton se vetmja gjë që ne duam është një pasaport, që të ikim e të harrojmë çfarë kemi lënë pas. Kështu që kur ta dëgjoni premtimin e radhës, pasaporta europiane për shqiptarët, kujtoni premtimin e parë. Ujë 24 orë. Tani thjesht e ka zhvendosur rubinetin në Bruksel.